Supremja del mbi kushtetuesën, refuzon padin për mbulesjen islame në shkolla. Ministria cakton rregullat për veshje. Gjykata Supreme e Kosovës në mërkurën ka refuzuar si të pabazuar padinë e paraqitur nga rrjeti i femrave për zhvillim profesional Arita, ndaj Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, lidhur me ndalimin e mbulesës në institucionet publike arsimore. Paditësja kishte kërkuar që të shpallej i palegjshëm dhe të shfuqizohej në 3 paragrafi 1 nën paragrafin 1.13 i udhëzimit administrativ numër 06/2014 për kodin e mirësjelljes dhe masa disiplinore për nxënësit e shkollave të mesme të larta. Sipas saj, ky udhëzim kufizon liritë dhe të drejtat kushtetuese të vajzave që mbajnë mbulesë fetare, ndërsa kushtetuta parashes se kufizime të tilla mund të vendosen vetëm me ligj. Arita kishte theksuar se në 4 vjetët e fundit ka pranuar shumë ankesa nga vajzat të përjashtuara ose të pezulluara nga shkollat publike për shkak të bartjes së shamis. Në arsyetimin e vendimit, Supremja theksoi se mashti ka autorizim të qartë ligjor për të përcaktuar rregulla për sjelljen dhe veshjen e nxënësve në bazë të ligjit për arsimin parauniversitar dhe ligjit për arsimin dhe aftësimin profesional. Prandaj ndalimi i uniformës fetare në shkolla konsiderohet në përputhje me ligjin dhe hierarkinë normative, thuhet në vendim. Gjykata shtoi se kufizimi i manifestimit fetar në institucionet arsimore nuk bie ndesh me kushtetutën, duke u mbështetur edhe në praktikat e gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut.